Zhvillimet e fundit në nivel qendror mes dy subjekteve më të mëdha opozitare, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk pritet të ndikojnë në arritjen e një koalicioni të mundshëm mes tyre në kryeqytet. Burimet e televizionit brenda PDK-s në Prishtinë bëjnë të ditur se nuk presin që mos pjesëmarrja e LDK-s në votimin e rezolutës për një proces të drejtë ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag të ndikojë në nivelin lokal. Kurse nga LDK thonë për këtë çështje duhet pyetur PDK-ja. Dia pra pjesët me pyet nëse PDK-n sa i përket nivelit lokal komunal është diskutuar në koalicionizërio për jashtustash. Ajo finalizohet me verdikt kryetarit edhe. Por për njohësit, dinamikat në nivelin qendror nuk përkthehen domosdoshmërisht në prishje të marrëdhënieve në nivel lokal. Mentor Buzhala thot se këto ndikon edhe qëndrimi i kryetarit përparim Rama për çështjen e ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Sepse zoti Rama ka qenë ai që ka ftuar në ftesë PDK-n. Me pastaj PDK-ja e din mirë qëndrimin e zotit Rama si e ka ai për gjykatën speciale dhe për kërë të UÇK-s atje. Sepse përparim Rama lidhur me procesin e Hagës i ka të njohur publikisht këto qëndrime. Ai ka mbështetur vazhdimisht parimin e gjykimit të drejtë dhe ka marrë pjesë dhe aktive në tubimet publike në mbështetje tyre. Në kryeqytet po diskutohet se do të ndodhë një bashkëpunim i gjerë mes LDK-s, PDK-s, AK-s, Nismës dhe Lidhjes së Prishtinës, ndonse deri më tani nuk ka asgjë të konfirmuar zyrtarisht.